dola nga testi matematikës, në fillim kisha emocione, sepse dhe matematika është një lejnë të vështirë, por tani që mbarova, kalova me sukses. Niveli i testit ishte mesatar, thënë nga dikush që nuk ka prirje në matematikë. I plotësova të gjitha, domethënë të gjithë kishin vend në testin e matematikës, kështu që ishte mirë. Si fillim nuk kisha shumë emocione, deri në fund testit kam punuar i qetë, kështu që mund të kishte 2-3 ushtrime që ishin me keqka, por në përgjithësi ishin gjitha të zgjidhshme. Modeli përgatitës i testit nga Ministria e Arsimit na ndihmoi shumë për të arritur rezultate sa më të larta te ky test. Administratorët ishin shumë të qetë dhe na lanë të punonim deri në momentin e fundit. Unë isha pak emocionuar që në fillim, por duke parë pastaj duke ecurinë e bërjes së testit, unë ndjeva më komode dhe më rehat dhe I plotësova të gjitha, kështu që shpresoj të dalë mirë. Kisha pak frikë, po mendoj që niveli I testit ishte I arritshëm, edhe besoj se jam gati për testin tjetër.